Top Albania Radio, she's on air. Dëgjues të Top Albania Radio, vajzat e Shizoner u rikthyen sërish, kjo është pjesa e fundit. Vazhdoni të na dëgjoni dhe të na ndiqni se prap kemi nga ato bisedat tona pikante. Që dhe janë 10 minuta maksimumi dhe do i marrim malli për ne deri javën tjetër. E nisim me atë reagimin e fitores që pati Elmelisa, a ju duk ju një reagim prej fitueseje? Jo. Do të thënë mund të bësh çdo gjë. Mund të nuk e di, shkon flokët. Aq e thatë në emocione jo. No. Pse krijoja shumë debat? Po se ishte shumë e vakët. Një fituese, o zoti i madh, duhet jetë euforia në maksimum. Fitova. Un kam qeshur shumë për shkakun. Un kam qeshur edhe what? Po, ndoshta nuk e ndjen veten fituese ajo. Kjo ka të bëjë, kam përshtypjen. Po ti Ajsi si do kishe reaguar po të fitohesh Shizon? Po është, më fal Ajsi, është edhe një gjë tjetër, është emocioni kur të bërtitet emri jot, i cili të bën që ti të reagosh. Po, është momenti, emocioni. Do të mund ta kishin ndihmuar pak gocat. Duhet gjithmonë që një fitues ta prohorasë ashtu fitoren e vet, a mendoni ju që është kjo linja e dur për të ndjekur, edhe nëse ai person ndoshta thjesht zgjedh ta gëzoj fitoren e vet me vetveten edhe ndoshta mos e transmetoj aq. Jo, është reagimi që ti bën në fund, se patjetër kur kemi finalizimin edhe një fituesi për mënyrë se si ajo e përcolli apo që nuk e ndjon mjaftueshëm. Është ai momenti që thua fituesja. Që haron çdo gjë. Shizon top 7 është Nikol dhe ti patjetër që fillon të emocionohesh. Është tjetër e kuptoj, por që ja. Ti për shembull do ishte hen pishin mbas fitores. Çfarë do bëj? Po, kështu që unë nuk fitova dhe unë nuk keni gata. Shizon top e humbi për këtë gjë. Keni humbur shumë. Po mirë, shiko se vajzat shumë debate, po njëra nga ato që ka bërë më shumë debate ka qenë Emila. Emila ka bërë debat me Giselën, Emila ka bërë disa Derisin, po ka bërë edhe me Alesian. Edhe Gisela nuk mbetet mbrapa me këto debate, po ja merr Emila se ka 3. Ju duket pak po nuk e di ekspresive kot. Mendoj se shiko, luftohet në fakt në Shizon Top. Në qoftë se ka nga ato që luftojnë dhe për fituesen, ka dhe nga ato që luftojnë pafund shumë për showgirl. Domethënë e duan atë çmimin e showgirl sikur të jetë fitues. Ndryshon çmimi i vet. Po. Edhe besoj se Emilia është një nga ato vajza të cilat po lufton besoj për çmimin showgirl. Si mendoni ju? Ndoshta ai si e peti Emilën, ishte shumë ngaruese. Unë mendoj që Emilia aty do të kapet, domethënë aty do të fitojë. Po, aty do të fitojë. Ajo gjë e saj. Me lapse letër. Di çfarë do pëlqente të dali një vajzë tjetër që ta konkurroj fort. Më fuqishëm. Më fuqishëm. Po dilni më goca ajo. Tash i Emilian ti pastaj të bë çmendurira. Sa karitë ti ta njihje Emil në mbrapa skene dhe në ato momentet që ju kaloni bashkë në backstage. Emilian shumë pak. Nuk kemi pasur. Keni pasur një distancë, patjetër. Ka qenë një vajzë ndoshta që ti e ke krijuar më shumë shoqërinë atë periudhë që kalove aty brenda? Po, Eli. Se një fëmijë dhe pak nga jashtë. Very cool. Ndërkohë në pasarel si ju duk Emilia? Mirë, si ishte keq. Po, vetbesim. Jo, nuk ishte keq. Goxha e e mirë ishte. Ndalesa, momente, e mori kohën e saj. Më mirë se shumica ishte. Bravo Emila. Ndërkohë kemi pasur një prishje miqësie, këto miqësi që nisin shpejt dhe mbarojnë kaq shpejt nga Albionsa dhe Rigersa, sepse përsëri nga loja që patën këtë javë, Albionsa Rigersa pret që Albionsa t'i kërkoj falje sepse i tha që është shumë dramatike. Po dhe midis vajzave Rigersa është komentuar shumë si dramatike e grupit. Rigersa është ajo që pikturon. Po, ajo që shiste piktura. Që shet pikturën. Po patjetër një artiste është pak dramatike. Duhet. Po pse do t'i kërkoj falje? So mendoj që është opinioni vet, po. Ajo tha nuk ka bërë të ndjem keq midis vajzave, kështu që mirë, mendoj që ndoshta mund ta kishte përcjell ndryshe patjetër, por që në ato momente mendoj që ka qenë pjesë e sfidës në fakt si pyetje, kështu që ndonjëherë ne përdorim shoqet tona për të shpëtuar. Vërtet. Pse duhet ta çojmë në kaq serioze? Ne çfarë po diskutojmë atje mbrapa kush është më çmendur?
Kush është psikopat? Ata them pastaj dhe ta ina, se po rritet shumë urta, po ju se dini që psikopatja vërteta jam unë këtu. Ka mundësi të kërkosh falje për këtë që sa po. Jo, në rastin e këtyre nuk ishte asgjë për të kërkuar falje. Nuk ishte asnjë ofendim, asnjë gjë, po janë këto pretendimet e tepërta të më kërkoj mua ajo falje për hiçgjë, për asnjë lloj ofendimi. Ndoshta donte të krijonte ajo një dramë. Po mirë, të pak Më the dramatike, unë tani do krijoj dramë. Nga i natë jo. Me që të deshe. Ti ai si besonte shoqëria e këtyre ose më saktë zënka e këtyre vajzave, Albionsa dhe Rigersa. Rigersa e merr pak personale. Çdo gjë? Çdo gjë, po e merr pak afër zemrës. Emisioni sot të Rigersa. Do t'i kërkoj falje. Preket pak shpejt. Çdo gjë e merr afër zemrës, për sa kam parë edhe. Po më mirë ti marri dhe në këtë mënyrë krijon dhe më shumë drama, një plus për të, kështu që. Dhe pastaj ja merr Emilës showgirlin. Bravo, strategji. Nëse arrin deri në finale Rigersa. Atë nuk e di ti. Po nëse arrin dhe Emilia se. Më pëlqeu. I zonë kthetra tajsi. Ajsi, sa urt na ndonjë këtu. Ajsi, faleminderit që ishe këtu me ne. Faleminderit dhe ju. Ne shijuam bisedën me ty dhe pse ti ishe fjalë pak. Fjalë saktë. E konsultuar. Po, patjetër që me fjalë të sakta. Ne të urojmë shumë suksese në vazhdim. Faleminderit. Shumë sukses. Suksese edhe në shkollës, është një gjimnaziste, është mbyllim mirë. Shumë suksese. Vajza, ishte shumë kënaqësi përsëri që ne ndam këto biseda së bashku. Po ashtu ju urojmë edhe shumë suksese Nikola. Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe ju Pozicionin e që sot mundëm ta zhvillonim edhe She's on Top Clubin këtu bashk. Kështu që për më shumë të reja, patjetër që do kemi kohë në mjaftueshme të shtjellohemi Do të dalëm mjaftueshëm. stafetën ty, të na nderosh më së miri. Dhe një lajm kështu i vogël dhe shumë i bukur që do kthehet i madh tani që sapo e mora vesh. Ne do jemi këtu të premte në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Kështu që Çdo të premte. Çdo të premte, po. Do shihemi, do dëgjohemi, do kemi plot surpriza, plot biseda të bukura, diskutime, emocione, Presim nga ju. Shumë autenticitet. Fantastike, Vajza. super. Unë ju puth nga larg. Ne ju puthim dhe ju vazhdu dhe dëgjuesit e dashur që na ndjekin, falenderojmë shumë puthje dhe dashuri. Një fundjavë të këndshme dhe shihemi të njëjtën tjetër. Vjen më shpejt nga ç'mendoni. Për qafime.